e para 3. Sot në orën e gjuhës shqipe dhe letërsisë do të realizojmë njësinë mësimore Marin Barleti, jeta dhe veprat e tij. Përndryshe, për shkak të mungesës së teksteve shkollore, profesoresha jon është e detyruar që të fotografojë njësinë mësimore që ne të mundemi në grupe ta pranojmë mësimin përmes celularëve tanë. Rezultatet shihen 10 minutat e fundit të orës nga ana e profesoreshës dhe me pikë vlerësohet grupi më i mirë. Përshëndetje nga para 2, sot në orën e gjuhës dhe letërsisë shqipe jemi duke realizuar njësinë mësimore humanizmi në letërsinë tonë shqiptare. Në 10 minutat e fundit çiftet vlerësohen nëpërmes pikëve që faktikisht janë nota. Përshëndetje, jemi nga klasa e para 1. Jemi në orën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, ku sot do të punojmë individualisht. Njësia mësimore është humanizmi në letërsinë tonë shqiptare. Humanizmi në letërsinë tonë shqiptare. Humanizmi është lëvizja më e gjerë, letrare, artistike, shkencore, filozofike e kohës së re, e shekullit 14-15, e cila i përmbysi konceptet e vjetra feudale kishtare. Humanizmi u ngrit kundër shtypjes feudale për ndërtimin e një sistemi të ri shoqëror ekonomik. Me rënimin e formave të jetës mesjetare u rënuan edhe idetë e vjetra. Humanistët luftonin për lirinë personale të njeriut, lirinë e fjalës dhe besimin në mendjen dhe arsyen e njerëzve. Humanistët shfrytëzonin gjuhën kombëtare, përpjesërisht edhe gjuhën latine. Humanizmi së pari u shfaq në Itali dhe më pas u përhap edhe në shtete të tjera siç ishin Spanja, Franca, Gjermania, Anglia dhe Shqipëria. Me zhvillimin e hershëm të humanizmit shqiptar, ndikoi edhe humanizmi italian. Dallojmë dy faza të humanizmit shqiptar. Ato janë faza e parë, që është brenda territorit shqiptar dhe fillon në vitin 1479, dhe faza e dytë, që është jashtë territorit shqiptar, dhe fillon në vitin 1479 dhe shkon deri në shekullin 16. Faza e parë është shumë pak më e njohur se faza e dytë, sepse faza e dytë ka nxjerrë shumë intelektualë të nivelit të lartë shkencor dhe artistik, që kanë treguar historinë kombëtare, sidomos gjatë periudhës së Skënderbeut, siç janë Marin Barleti, Martin Segoni dhe Marin Beçikeni. Këta humanistë përfaqësojnë nivelin më të lartë kulturor e kombëtar.